Papunësia në disa qarqe të vendit gjatë vitit 2025 është rritur ndjeshëm duke thelluar varfëri në rrethe. Sipas të dhënave të Instat në nivel kombëtar, punësimi u tkur me 4.886 persona ose 0.4% krahasuar me një vit më parë. Emigracioni masiv si pasojë e mungesës së punësimit në rrethe ka tkurur akoma më shumë vendet e punës dhe mundësitë ekonomike. Rritja më e madhe e papunësisë u reflektua në Elbasan, ku shënua mbi 8.000 vende pune më pak. Më pas vjen Kuksi, ku numri të punësuarve ra me 18.2% ose 6.298 vende pune më pak. Pas tij renditet Gjirokastra me një rënje prej 15.1%. Rënjet e punësimit u regjistruan edhe në Korçë, Shkodër dhe Dibër, duke reflektuar vështirësitë e tregut të punës në këto qarqe. Ndryshe ndodh në Tiranë, ku kryeqyteti shënoi rritje të punësimit me rreth 18.000 persona, ose 5.1% më shumë se një vit më parë, duke forcuar më tej rolin e saj si qendra kryesore e punësimit në vend. Sipas Monitor, të dhënat tregojnë një polarizim të tregut të punës dhe ekonomisë, pasi Tirana vion të tërheq punësim dhe fuqi punëtore, ndërsa qarqet periferike, veçanërisht Kuksi, Gjirokastra, por edhe Elbasani, po përballen me humbje të ndjeshme vende pune. Arsyet kryesore lidhen me migracionin, plakjen e popullsisë, zhvendosjen e fuqisë punëtore drejt Tiranës dhe dobësinë strukturore të ekonomive lokale.